Historia e dhimbshme e një 39 vjeçari filipinez. Ngjarja ka ndodhur para pak ditësh, por lidhet me historinë e tij rreth 20 vite më parë. Doja t'ja u tregoja sepse pash dokumentarin, lexova lajmet krejt rastësisht, por pash dokumentarin e përktheva në anglisht dhe kuptova që lidhet fort me këto me lajmësit, pra me lidhjet ose martesat me lajmësi. Dhe është një plagë që gjendet ende edhe në trojet shqiptare. Dhe doja që t'ja u tregoja për ta diskutuar së bashku, sepse secili ka historinë e vet, ndonse ende sot bëhen martesa me lajmësi. Ka disa raste që ecin mirë, por disa raste, për shembull si punë e kësaj historie, ecin dhe keq. Ishte 18 vjeç Halimi, 18 vjeç sapo kishte njohur një vajzë. Dhe i pëlqente një vajzë, mirë po ai ishte king, djalë king, pash edhe fotot, një djalë king. Por ajo vajzë që i pëlqente atij, sepse në zonën ju e dini që në Filipinë nuk është si dhe këtej, me një fjalë nëse vendosin për lajmësi shkon atje dhe kaq. Dhe prindrit e martuan me dikë tjetër, pra atë që ai donte. Dhe një vajzë i shkonte pas, ishte më e vogël, 2 vjeçë më e vogël se Halimi. Dhe a e ti nuk i pëlqente, që është e vërteta. Mirë po, një shoqja e ti me ngacmoi që ta takonte. Dhe e takoi, por veç e takoi, nuk ndodhi asgjë tjetër. E morën vesh familjarët e saj, vëllezërit. Kishte shumë vëllezër, sepse vinte nga një familje, e dini që në Filipinë kanë shumë fëmijë. Dhe e morën vesh vëllezërit dhe së bashku me babain i shkuan tek shtëpia ti, Halimit. Dhe i thanë, ose marto vajzën, pra që ti e takove, ose ndryshe do të heqim qafe. Dhe nga aty filluan problemet. Ai u detyrua që ta martonte, sepse s'kishte zgjidhje tjetër, në fakt ju hodhën përsysh edhe familjarët e tij, pra nuk i than familjarët po ti e do apo nuk e do apo budallëqe të tilla. Dhe ai u detyrua që ta merrte. Dhe ai nuk e donte. Nuk e donte. Mirë po u martuan. Dhe normal që sa filluan që të jetonin bashkë, nuk zgjati ca javë dhe ajo mbeti shtatzane. Mbeti shtatzane dhe lindi fëmijën e parë. Mirë po, pas një farë kohe, ai donte që të ikte, të largohej. Dhe meqense ajo ishte shtatzane, mbeti aty, sa lindi fëmijën. Mirë po, në momenti që ai donte të largohej, ajo mbeti shtatzane sërish. Megjithatë ai iku që të punonte larg. Nuk donte të rritej në shtëpi sepse nuk e duronte dot prezencën e saj, po ai nuk ja thoshte dot sepse kishte frikë, aq më tepër që ishte martuar tashmë. Dhe shkoi në një qytet të largët, gjithmonë në Filipinë, dhe punonte në një restorant, por në një agriturizëm, por ai punonte jashtë, me fjalë në luleshtar. Kurse në recepcion kishte disa vajza të reja. Një ditë vjen një vajzë e re, një punëtor e re. Dhe që në fillim pati një feeling, një tërheqje mes tyre. Ishin që të dy king, ishin dy yje, dhe dal nga dal lindi dashuria e vërtet. Pra aty lindi dashuria e vërtet e Halimit. Dhe njëkohësisht edhe kësaj vajze. Ajo e dashuroi keq këtë, sa që nuk rrinte dot pa të. Çdo herë, ky her pas here shkonte te gruaja e parë. Merrte avionin, sepse nuk ishte afër, ishte larg. Merrte avionin her pas here, shkonte ndonjëherë edhe me autobus. Dhe ishte larg, mos gaboj, një 3 orë larg, 4 orë. Dhe kështu bëri për një farë kohe. Sa herë që shkonte, takohesh me gruan, dhe normal që edhe bënin marrëdhënie, dhe gruaja bëri dhe fëmijë të tjerë. Sa që arriti të bënte 6 fëmijë. Ndërkohë kishin kaluar vite, me një fjalë kaluan 10-15 vjet. Dhe ai punonte gjithmonë larg. Herë shkonte atje, e kishte më rrallë, kur shkonte në shtëpi, e bëri më rrallë. Por sidoqoftë shkonte, kthej, çonte lek për gruan dhe për fëmijët, por grua nuk e donte, fëmijët i donte, sepse ishin të tij. Mirë po, nga ana tjetër dashuroi marrëzisht këtë vajzë dhe nuk rrinte dot asnjë sekond pa të. Kështu që sa herë që kthehej i binte ndonjë gjë nga fshati ku ai kishte lindur, pra aty ku ishte gruaja e parë. Dhe nuk i kishte thënë as vendin ku jetonte, po i kishte thënë një fshat tjetër që ishte shumë më larg nga ai vend aty. Dhe kjo e dashura e tij kishte dyshuar se diçka kishte
Halimi, por që nuk ja thoshte. Dhe e pyeste shpesher, mos ke ndonjë gjë ti, se unë nuk shikoj, unë dua vetëm ty, thështë, dhe ishte vërtet që ai donte vetëm atë. Dhe si përfundim ajo tha, unë nuk mund të jetoj dot më kështu. Me një fjalë, unë dua që të bëjmë një familje bashkë. Derisa bën fjalë, sepse në momenti që ai mendoi si çfarë të bënte, ajo i tha, nëse ti nuk do që të rim bashkë, unë tha do shkëputem në dori vetëm që të gjej njeri me kalimin e kohës. Aty ai u detyrua dhe e martoi edhe atë. U martuan atje, në atë qytet ku ai punonte. Pa i thënë gjë që ishte i martuar dhe kishte fëmijë. Dhe kaloi një vit parafërsisht dhe lindi fëmia e parë. Pastaj pas një vit e gjysmë lindi fëmia tjetër. Dhe gjithsej pas 20 viteve u mor vesh e vërteta. Sepse çfarë ndodhi? Alimin e mori në telefon shtëpia e tij, jo e gruas. Shtëpia e tij dhe i tha që baba tha vdiq. Dhe u detyrua të kthej. Mirë po, teksa tha të dashurës ose të gruas së re, i thoshte për që do vende ku do shkonte, gabimisht i tha vendin ku e varrosnin. Me një fjalë do ta varrosin në filan vend. Dhe ajo kuptoi që kishte diçka që nuk shkonte me emrin e qytetit o të fshatit ku ai thoshte që jetonte. Dhe kur pa që varrezat ishin pikërisht në atë fshat, pra në fshatin tjetër, në fshatin e lindjes së tij. Dhe aty kuptoi që kishte diçka. Nuk i tha gjë. Por nga momenti që ai e la që të shkonte të bënte varrimin e tatit dhe pastaj u kthye. Kur u kthye ajo kishte bërë kërkimet e veta, por prap nuk i tha gjë. Priste që kur të çfarë do vendoste ky, pra Halimi, me kalimin e kohës. Pas disa javësh, Halimi nuk zgjati asnjë muaj edhe kërkoi që të kthehej edhe një herë tek fëmijët e tij të parë. Dhe e dashuronte marrëzisht këtë vajzë. Vërtet ajo e kishte kuptuar që e donte shumë. Edhe kjo e donte, por nuk besonte kurrë që ky mund të gënjente kaq shumë dhe mund të kishte këtë problem kaq të madh. Dhe gjithë ky problem erdhi si pasojë pikërisht për atë që i thash më përpara. Pra, të lajmësisë që e detyruan vëllezrit dhe babai i asaj vajze. Si përfundim, ai u kthye, kur u kthye, që do vente në shtëpinë e tij tek gruaja e parë, e gruaja e dytë mori dhe ajo një bilet avioni dhe i tha, me një fjalë aty ku ai bëri biletën, do shkoj në atë vend ku shkon ai, tha. Sepse nuk do t'i bëj një surprizë, mos i thoni gjitha se do t'i bëj një surprizë. Dhe kështu bën, shkuan ai përpara dhe kjo pas një 4 orësh në të njëjtin aeroport. Dhe eci, dhe shkoi pikërisht pra tek fshati i lindjes së tij. Aty tek ato varrezat. Dhe aty kuptoi që pranë varrezave ishte fshati. Shkon dhe i gjen mu në mes të rrugës, te kopshti aty ku dilnin në qendër, me fjalë një vend i vogël. Dhe shikon së bashku me një grua dhe me 4-5 fëmijë, sepse disa tjerë ishin të rritur dhe ndoshta nuk ishin aty, por e kuptoi që kishte edhe fëmijë të tjerë. Dhe kështu shkoi dhe e takoi mua aty bashkë me gruan. E përlotur ashtu siç ishte, ai nuk dinte se çfarë të thoshte, u përlot edhe ai. Gruaja po e shikonte dhe i tha, kush është kjo? Tha, çfarë? Dhe ai tha, më lër në mjerimin tim, rri atje ku je. Dhe qëndroi larg ajo, ndonse dhe ajo e acarrua, por foli me gruan e dytë dhe i tha, të lutem, i tha, vetëm më kupto, kur të kthehem, tha, do të them gjithçka, të lutem. Vetëm më dëgjoj, tha, sepse unë të dua marrëzisht. Ajo i tha, përpara se ti kthej, i tha, bëj jetën tënde. Unë tha, e bëra zgjidhjen time. Nga tani e tutje, tha, vazhdo jetën tënde, unë do vazhdoj jetën time. Fëmijët ta mund të vish ti shikosh sa herë të duash, por bashkë ta nuk do të jetojmë më. Po unë të dua ty, tha, asgjë tjetër. Me mua, tha, u mbyll këtu, tha, ky kapitull, tha ajo. Dhe ajo mori avionin e u kthye. Ai i shkruan një letër. I shkruan një letër dhe në letër shkruaj. Pas shumë gjëra që kishte shkruar aty, kishte shkruar një diçka. Unë nuk kisha asgjë tjetër në këtë botë, nuk doja asgjë tjetër, veç të doja dikë me gjithë shpirt. Dhe i gjeta dashurinë time, që ishe ti. Tashmë do ta marr me vete.
dhe vrau veten. 39 vjeç. Para pak ditësh ka ndodhur dhe më lotoi, sepse e përsëris edhe një herë. Dashuria s'ka fund dhe nuk ka kufi. Por mbi të gjitha, në këto raste, pra në këto vendet e pa zhvilluara, kryesisht ndodh aty, ndodh edhe në vendet e zhvilluara, por kryesisht në vendet e pa zhvilluara, ku bën lidhje me lajmësi dhe bën lidhje të tilla ku në fundit ai që dashuron preket më shumë dhe në këtë rast, si për shembull rasti i Alimit që vrau veten. Ju çfarë mendimi keni për këto argumenta? Pra për lidhjen e këtyre lajmësive, pra dasma me lajmësi. Normal që disa shkojnë dhe mirë, por ka disa që nuk shkojnë vërtet shtremët. Dhe doja t'ju pyes edhe gjë tjetër. A vazhdohet akoma sot që nëse troje shqiptare, po flas Kosovë, Maqedoni, Malizi apo Shqipëri, a përdoret ende sot që ti nëse i flet një vajze, ti duhet ta martosh se s'bën? Po apo jo? Pres, kalofshi bukur.